Në New York, reagimi i shoqatës Atlantiku duke mbështetur drejtsinë e vërtet mbi të vërtetën historike. Në muajin shkurt, dhomat e specializuara të Kosovës në Hag arritën në fazën përmbyllëse të gjykimit ndaj shfudhësve të UÇK-s, Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Prokuroria kërkoi dënim nga 45 vjet burg për secilin, duke i akuzuar për krime lufte dhe kundër njerëzimit të pretenduara gjatë konfliktit 98-99. Kjo kërkesë e perceptuar si e rëndë me ngarkesë politike ka nxitur ndinjat të thellë në Kosovë dhe në diasporë. Ish luftëtarët të batalionit Atlantiku, pjesë e përpjekjes çlirimtare nga radhët e diasporës shqiptare në SBA, shprehin shqetësimin e tyre të thellë. Në një deklaratë të publikuar në New York, thuhet se dëshmitarët të drejtpërdrejtë të asaj lufte për liri besojnë se mungesa e provave të qarta dhe konkrete nuk i përmbush standardet ndërkombëtare të drejtësisë. Historia mbi një shekull i gjysmë represioni sistematik ndaj shqiptarëve në hapësirën e ish Jugosllavisë me shpërngulje, diskriminim dhe krime dokumentuar krijoi kushtet për lindjen e UÇK-s si forcë mbrojtëse jo agresive. Lufta e saj ishte për mbijetesë, dinjitet, vetë vendosjen në përputhje me normat universale.